Ngjarjet kryesore të vitit 2025 nga Departamenti i Informacionit në Top Albania Radio. Dje ishte dita e fundit e 2025-s, e një viti të mbushur me ngjarje të shumta e të shpejta, disa prej të cilave me rëndësi dhe që Top Albania Radio i sjell të përmbledhura në një kohë bilancesh që përkon me një vit të mbyllur dhe një tjetër që sot është në ditën e parë e që gjithashtu do të shënohet nga zhvillime, disa të reja dhe të tjera vazhdimi i atyre që ende nuk kanë marrë një formë përfundimtare. Ngjarjet kryesore të vitit 2025 në Top Albania Radio. Çfarë ndodhi në Shqipëri? Spaku vazhdoi të ishte protagonist i fortë dhe solli zhvillime që tronditën edhe skenën politike. Erion Veliaj u arrestua, por arriti të mbajë postin e kryebashkiakut të Tiranës fal një vendimi të kushtetueses që rrëzoi planet e qeverisë për zgjedhje vendore në kryeqytet, 9 nëntorin e kaluar. Erion Veliaj u arrestua nga Spaku më 10 shkurt 2025 dhe prej rreth një viti ndodhet në masën e arrestit me burg. Në shtator, prokuroria kërkoi gjykimin e Veliajt për 13 akuza, përfshirë 9 raste korrupsioni, pastrim parash, fshehje pasurie dhe futje apo mbajtje sendesh të paligjshme në qeli. Me të përgjykimi janë dërguar bashkëshortja Ajola Zoza, ish deputetja socialiste Klotilda Bushka dhe 15 persona, biznesmene bashkpunëtor. Këshilltarët socialistë të Bashkisë Tiranë ndërmorën nismën për shkarkimin e kryebashkiakut të përgosur, i cili kundërshtoi procedurën si antikushtetuese. Më 23 shtator, ata dhe demokratët votuan për ta shkarkuar, ndërsa më herët kryeministri Edi Rama kishte zbuluar emrin e Ogerta Manastirliut si pasuese të Veliajt. Pas Këshillit Bashkiak erdhi shkarkimi nga Këshilli i Ministrave. Erion Veliaj reagoi edhe në gjykatën kushtetuese, paditi vendimin për shkarkimin, por qeveria ishte e vendosur për të vazhduar me zgjedhjet e pjesëshme në Tiranë, Vlorë, Berat, Cerrik, Mate, Tepelen, duke i përcjell vakancat presidentit të Republikës. Bajram Begaj dekretoi 9 nëntorin, ndërsa Veliaj kundërshtoi edhe dekretin në kushtetuese. Më 3 nëntor gjykata kushtetuese rrëzoi vendimin e qeverisë për shkarkimin e Erion Veliajt si kryetari i Bashkisë Tiranë, duke i gjetur të papajtueshëm me kushtetutën. Vendimi anuloi dekretin e presidentit Begaj për zgjedhjet në kryeqytet. Ndërkaq, tetori i kaluar u mbyll me një zhvillim të fortë kur në datën 31 zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, njëherëzi ministre për infrastrukturën dhe energjinë, u paraqit në Spak, ku ju komunikua akuza për shkelje të barazisë në tenderin e tunelit të Llogaras dhe një loti të unazës së madhe të Tiranës. Gjykata e posaçme vendosi pezullimin nga detyrat të Ballukut dhe ndalimin për të udhëtuar jashtë shtetit, si edhe arrest në shtëpi ndaj vartësve Gentian Gjyli dhe Eral Delezi. Kryeministri Edi Rama e kundërshtoi vendimin për Ballukun duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese që më 12 vjetor vendosi rikthimin në detyrë të numrit 2 të qeverisë dhe ta kaloi çështjen në seancë plenare. 4 ditë pas vendimit të kushtetueses, më 16 dhjetor, prokuroria e posaçme dërgoi në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për të lejuar arrestimin e zëvendës kryeministres. Spaku, që tani drejtohet nga Klodian Braho, tha se ka prova se Balluku kërcënoi një dëshmitare, vartëse të saj dhe se rrezikon prishjen e provave. Nga Spaku u bë e ditur se tashmë Balluku është në hetim për koncesionin e rrugës Thuman Kashar, veç tenderave të unazës së madhe të Tiranës për vitin 2021 e të tunelit të Llogaras. Ndërkaq, shefi i qeverisë bëri të ditur se mbi kërkesën e prokurorisë së posaçme nga majoranca nuk do të ketë vendim së paku deri më 22 janar. Sipas Ramës, fillimisht duhet pritur vendimin kushtetueses për çështjen e pezullimit nga detyrat të Ballukut. Opozita nisi protestat kundër qeverisë deri në largimin e kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministres Balluku. Demokratët akuzojnë majorancën se vepron sipas atyre që i quajnë urdhra politik të Ramës për të penguar drejtësinë. Më 22 dhjetor, opozita zhvilloi një protestë kombëtare para kryeministrisë duke hedhur molotov, çka më pas çoi në arrestime. Më herët, më 18 dhjetor, protesta e demokratëve u zhvillua në sallën e Kuvendit. Në të fundit seancë plenare të 2025-s u ndezën flakadan. Për sjelljet e dhunshme të kolegëve, socialistët në Këshillin e Etikës përjashtuan 30 ditë nga punimet e parlamentit 6 deputet. Spaku goditi sërish dhe në mesin e muajit të kaluar shënjestroi një grup të dyshuar kriminal i akuzuar se manipulonte tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Akshi përmes pengmarrjes apo dhunës. Gjykata e posaçme caktoi masa sigurimi për 8 persona, përfshirë drejtoreshën e Akshit Mirlinda Karçanaj e zëvendës drejtoreshën Hava Delibashi, të vëna në arrest shtëpie.
Nga Spaku akuzohen edhe Ergys Agasi dhe biznesmeni Ermal Beqiraj për konkurrencë të paligjshme përmes dhunës, heqje së paligjshme të lirisë, shkelje të barazisë në tendera, grup i strukturuar kriminal dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Ndaj tyre, masat e arrestit në burg mbeten të pa ekzekutuara. Si i përfshirë u dyshua edhe zëvendës drejtori i policisë Tiranë Erion Ismaili, të cilit i mbeti në fuqi pezullimi nga detyra. 3 të akuzuar të tjerë për pjesëmarrje në skema manipulimi janë biznesmenët Andis Papa, Gëzim Hoxha dhe Roger Sëryta. Ndaj tyre u vendos ndalimi për të dalë jashtë vendit. Sipas Spakut, të hetuarit kanë detyruar përfaqësues të kompanive pjesëmarrëse në tendera të heqin dorë nga ankimet për procedurat e caktuara të tenderimit, duke i hapur rrugën kompanive të paracaktuara. Për to, shqyrtimi i ankimimit mund të sillte edhe ndryshimin e renditjes së listës së fituesve. Ngjarjet kryesore të vitit 2025 në Top Albania Radio. Çfarë ndodhi në Shqipëri? 2025 ishte vit elektoral. Më 11 maj u zhvillua në zgjedhjet parlamentare që për herë të 4 u fituan nga Partia Socialiste me 83 mandate, të mjaftueshme për të votuar çdo ligj e madje për të ndryshuar kushtetutën. Partia Demokratike me aleatët siguruan 50, Socialdemokratët 3 dhe Partitë e Reja 4. Më 11 shtator, kryeministri Edi Rama shpalli kabinetin e ri qeveritar ku Belinda Balluku u rikonfirmua si zëvendës kryeministre dhe ministre për infrastrukturën dhe energjinë. Nga Elisa Spiropali, e emëruar në krye të diplomacisë shqiptare, drejtimi i kuvendit ju besua Niko Peleshit. Rama njoftoi se një entitet i krijuar me inteligjencë artificiale me emrin Diella do t'i bashkojë kabinetit. Fillimisht asistente virtuale brenda i Albanias. Diella u ngrit në rol ministre e ngarkuar me prokurimet publike. Pas zgjedhjeve të majit, më 18 shtator, kabineti Rama 4 do të miratojë në kuvend pa debat, edhe pse duhet ishte një seancë maraton. Në sallë opozita protestoi për shkak të një fjalimi të ministres virtuale Diella. Peleshi hodhi në votim programin qeverisës dhe përbërjen e kabinetit të ri qeveritar, që u miratua me 82 vota pro. Për mbylljen e seancës në vetëm 25 minuta, kryetari demokrat Sali Berisha deklaroi se ky akt është poshtërimi i parlamentit. Pas fitores së zgjedhjeve politike në fillim të korrikut, kryeministri Rama premtoi një aksion kombëtar për çlirimin e hapësirave publike dhe që nisi nga Vlora. E vëmendje të veçantë mori për dërgimin e fadromave të IKMT-s në Theth për të prishur disa kabina prej drurit të vendosura pa leje. Ndërkaq, fajsoi një prokurore të Shkodrës për mbylljen e hetimit ndaj abuzuesve. Disa muaj pas humbjes së thellë në parlamentarët e 11 majit, Ervin Saljani nisi një lëvizje për ndryshim, siç u shpreh, për një ringritje dhe rizgjim të Partisë Demokratike. Pas dënimit të 2024-s me një vit burg për kallëzim të rrem lidhur me një audio përgjim ku pretendoi se ekspozoheshin lidhjet kriminale të vëllait të ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, në korrik të 2025-s, Saljani u lirua 2 muaj para kohe nga burgu i Fierit. Për të dhe Partinë Demokratike, procesi gjyqësor ishte politik. Në fillim të dhjetorit të kaluar, Ervin Saljani nisi tur takimesh me strukturat të partisë. Sali Berisha e akuzoi për agent personale dhe private. Në korrik, gjykata e posaçme vendosi të lirojë nga arresti i shtëpisë Jamar Maltezin dhe ëndrin e Berishës. Berisha dhe Maltezi janë në proces gjyqësor për vepra penale të korrupsionit në lidhje me privatizimin e ish-klubit sportiv Partizani. Akuzat i hedhin poshtë sipas tyre si hakmarrje politike të orkestruar nga kryeministri Edi Rama. Me 77 vota të socialistëve, në nëntor u miratua ligji për barazinë gjinore. Në seancë plenare pati debate dhe kundërshtim nga opozita, kryesisht për përkufizimin e gjinisë, duke shprehur shqetësim se i hapet rrugë njohjes ligjore të komunitetit LGBTQ+. Jashtë kuvendit pati protesta, ndërsa Sali Berisha akuzoi ambasadorin e Bashkimit Evropian Silvio Gonzato se po kërkonte t'i impononte vendit agjendën e tij personale. Deklarata e Berishës nuk u prit mirë në Bruksel. Më 17 nëntor, Shqipëria hapi kapitujt e fundit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Grup kapitujt Burimet, Bujqësia dhe Kohezioni u çelën gjatë konferencës së 7 ndërqeveritare me BE-n dhe që u mbajt në Bruksel. Eurokomisionerja për zgjerimin Marta Kos vlerësoi punën e bërë nga Shqipëria. Mbrëmjen e 11 dhjetorit, kuvendi miratoi buxhetin 2026 dhe paketën fiskale që e shoqëronte e ku parashikohen 2 nisma për falje dhe shuarje të detyrimeve ndaj tatimeve dhe doganave dhe marrëveshjen e paqes fiskale, një amnisti për fitimet e padeklaruara të subjekteve tregtare.
Nismat u kontestuan gjerësisht nga opozita, Komisioni Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë. Muajin e kaluar me 85 vota pro dhe 3 kundër, Endri Shabani u votua në kuvend si avokati i ri i popullit, vetëm me votat e majorancës dhe social-demokratëve. Opozita braktisi sallën gjatë votimit. Shabani ishte një ndër 6 emrat e mbështetur me firmat e deputetëve demokrat dhe të kualifikuar nga Komisioni i Ligjeve për të votuar në seancë, edhe pse më herët opozita u tërhoq nga firmat mbështetëse. Socialistët nuk e pranuan këtë tërheqje dhe votuan pa konsensus Shabanin. Kosova e mbylli vitin 2025 me 3 procese elektorale. Zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit u fituan nga vetëvendosja Albin Kurtit, i cili vazhdoi të mbetej kryeministër në detyrë, por partia e tij nuk mundi të siguronte shumicën e mjaftueshme parlamentare. Kjo bëri që kuvendi të mbetej i pa konstituar për një kohë të gjatë. Seancat plenare dështuan njëra pas tjetrës. Më në fund, më 26 gusht 2025, deputeti i vetëvendosjes Dimal Basha u zgjodh në krye të kuvendit të Kosovës, por vetëm në tetor, parlamenti që kaloi 6 muaj bllokim mundi të përmbyll seancën e konstituimit të nisur në prill. Pikërisht në tetor, deputetët zgjodhen nën kryetarin e munguar të kuvendit të Kosovës nga radhët e serbëve, Nenad Rashić. Lista serbe, partia e mbështetur nga Beogradi zyrtar, e kundërshtoi këtë zgjedhje e tha se u bën shkelje kushtetuese. Por që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, në Kosovë nuk u arrit formimi i qeverisë së re. Në mungesë të numrave, partitë politike u dorëzuan dhe parlamenti i ri u shpërnda në nëntor për t'i hapur rrugë një tjetër palë zgjedhjesh politike e që u vendos të mbaheshin më 28 dhjetor, pra të dytat parlamentare në afro 11 muaj. 28 dhjetori ishte Chelsea. Me rezultatin e siguruar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë, lëvizja vetëvendosja Albin Kurtit mundi të prodhoi 56 deputet. Për të formuar i qetë qeverinë, Kurtit i mjaftojnë 5 ligjvënës nga 10 që kanë pakisat jo serbe. Me pothuajse të gjitha votat e rregullta të numëruara, partia e Albin Kurtit ka fituar 49.3%, ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 21.1%, Lidhja Demokratike me 13.59% dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 5.68%. Ndërkaq, lista serbe e afërt me Beogradin fitoi 4.74% të votave. Albin Kurti shpalli fitore në zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe tha se kjo është fitoria më e madhe në historinë e vendit. Sipas tij, rezultati zgjedhor kërkon të ecet përpara, pa vonesa. KQZ-ja deklaroi se procesi u zhvillua në mënyrë të qetë dhe pa incidente serioze, pjesëmarrja ishte 45%. Paraliza institucionale e vitit 2025 bëri që në Kosovë të mos miratoheshin ligje të rëndësishme. Të paktën në dhjetor, vendit i erdhi një lajm i mirë. Bashkimi Evropian vendosi t'i heqë të gjitha masat ndëshkuese, duke i mundësuar të përfitojë miliona euro ndihmë financiare që në fillim të këtij viti. Vendimi i BE-s për heqjen e masave ndëshkuese Kosovës nuk erdhi nga hiçi. Gjithçka pasoi zhvillimet e datës 5 dhjetor, kur në veriun me shumicë serbe u bë kalimi paqësor i pushtetit lokal te lista serbe 3 vjet pasi kishte bojkotuar, duke bërë që 4 komuna të veriut të drejtoheshin nga kryetar shqiptar. Në vitin që lam pas, Kosova zhvilloi edhe zgjedhje lokale. Pas votimit të 12 tetorit, 18 komuna kaluan në balotazh më 9 nëntor, mes tyre Prishtina, ku në fund fitoi kandidati i Lidhjes Demokratike Përparim Rama. Rivali vetëvendosjes Hajrullah Çeku i uroi fitoren. Në shtator 2025, Amerika pezulloi dialogun strategjik me Kosovën për shkak të veprimeve të qeverisë në detyrë, duke përmendur rritje të tensioneve dhe të paqëndrueshmërisë. Ky dialog ishte planifikuar për të forcuar lidhjet ekonomike e diplomatike, por veprimet e kryeministrit Kurti u panë si sfida për përparimin. Qeveria Kurti hodhi poshtë kritikat amerikane. Kabineti në detyrë deklaroi veprimet tona të ligjshme dhe kushtetuese përgjatë gjithë kohës kanë qenë në shërbim të eliminimit të vatrave të destabilitetit, me qëllim garantimin e stabilitetit të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Në mars të 2025, Kosova ju bashkua Shqipërisë dhe Kroacisë në nënshkrimin e një deklarate të përbashkët për të forcuar bashkëpunimin në sfidat e sigurisë, kërcënimeve hibride dhe risjeve të tjera që mund të rrezikojnë stabilitetin rajonal. Serbia i akuzoi se veprojnë kundër saj, duke vënë në pikpyetje të drejtën e tyre për të bashkëpunuar ushtarakisht. Në tetor, Shtetet e Bashkuara i vunë sanksione kompanisë kryesore të naftës dhe gazit të Serbisë, e kjo për shkak të pronësisë ruse. Në dhjetor, presidenti i Rusisë Putin tha se kanë ide se si mund të dilet nga kriza, por nuk dha detaje.
Në Ballkanin Perëndimor, Serbia rezultoi vendi më i goditur nga tarifat amerikane të vendosura nga Trump në prill të 2025-s. Ato janë 37%, 2% më të larta se të produkteve nga Bosnja. Edhe më 2025-ën nuk munguan protestat masive në Serbi e që presidenti Vučić është përpjekur t'ju minimizojë rëndësinë. Por fakt është se nën presionin e tyre, në fillim të vitit ra qeveria dhe në prill detyrën e kryeministrit e mori mjeku Gjuro Macut. Emërimi i një kryeministri të ri në Serbi nuk ndryshoi gjë. Që nga maj, protestuesit e drejtuar nga studentët kërkuan largimin e Vučićit dhe zgjedhje të parakohshme, krahas kërkesës për përgjegjësi penale lidhur me aksidentin e 1 nëntorit 2024 në Novi Sad, me 16 viktima nga shembja e një strehe betoni në stacionin hekurudhor. Protestuesit ngrejnë akuza për korrupsion sistematik. Nga Serbia në Republikën Serbe të Bosnjës. Në fund të tetorit, Shtetet e Bashkuara hoqën nga lista e sanksioneve ish liderin e serbëve atje, Milorad Dodik, po ashtu antarë të familjes, kompanitë e tyre dhe bashkëpunëtorët e ngushtë. Dodik ishte sankcionuar 2 herë për shkak të shkeljes së marrëveshjes së Daytonit për paqen. Zyra amerikane për kontrollin e pasurive të huaja nuk dha shpjegime për heqjen nga lista e sanksioneve. Më herët, Milorad Dodikut ju hoq mandati i presidentit të serbëve të Bosnjës pas dënimit për mosrespektim të vendimeve të Christian Schmidt, përfaqësuesi ndërkombëtar mbi kqyr marrëveshjen e paqes që mban të bashkuar Bosnjën pas përfundimit të luftës ndëretnike të viteve 90. Më 23 nëntor, Sinisha Karan, aleati ngushtë i Milorad Dodikut, fitoi zgjedhjet e parakohshme presidenciale në Bosnjë në një garë të ngushtë me kandidatin e opozitës në Republikën Serbe. Maqedonia e Veriut u trondit nga një tragjedi në mars të vitit të kaluar. 63 persona humbën jetën dhe rreth 200 u plagosën kur një zjarr përfshiu një klub nate të tejmbushur për koncertin e grupit muzikor DNK në Koçan. Nga mjetet piroteknike, flakët nisën në pjesën e tavanit, në objektin që nuk përmbushte asnjë standard sigurie. Në një hap të rëndësishëm drejt gjykimit të atyre që besohet se ishin përgjegjës për një nga zjarret më vdekjeprurës në klubet e natës në Europë, në tetor një gjykatë rikonfirmoi akt akuzat ndaj 34 personave. Janë një sër ngjarjesh nga bota që morën vëmendje globale në 2025-ën. Konfliktet e zgjatura arritën pika kritike, ndërsa nuk munguan katastrofat natyrore me pasojat e tyre shkatrimtare. Nuk ka dyshime se me rikthimin në krye të Shtëpisë së Bardhë në janar, Donald Trump dominoi dhe jo vetëm në Amerikë. Trump nuk humbi kohë, e hapi luftë globale me tarifa duke e futur botën në një udhkryq ekonomik. Presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara nisi edhe fushatën më të madhe të deportimit të emigrantëve ilegal, me dëbime të menjëhershme e pa vendim gjykate. Më 23 dhjetor erdhi një lajm i keq për administratën Trump sa i përket kontrollit të emigracionit. Gjykata e lartë refuzoi kërkesën e presidentit amerikan për të vendosur trupa të rojës bregdetare në Illinois e në veçanti në Chicago me pretendimin se qyteti dhe rrethinat po zhyten në kaos dhe në paligjshmëri. Dhe sërish Trump, plani i tij i paqes për Gazën me 20 pika u njoftua në shtator duke u diskutuar gjerësisht. Nuk vonoi shumë e më 9 tetor pas 2 vitesh luftë, Izraeli e Hamasi arritën marrëveshje për armëpushim, çka u cilësua hap i rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme në lindjen e mesme. Me akordin historik, presidenti Trump siguroi një nga arritjet më të mëdha të politikës jashtme të mandatit të dytë në detyrë. Izraeli kërkoi që numri 1 i Shtëpisë së Bardhë të vlerësojë me Nobelin për paqen, por që për 2025-ën u fitua nga venezuelianja Marina Corina Machado, kundërshtare e regjimit të presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro. Nëse armëpushimi ruhet e marrëveshja zbatohet me sukses nga ekspertët, Donald Trump konsiderohet kandidat potencial për Nobelin e Paqes 2026. Marrëveshja u prit me gëzim dhe u përshëndet ndërkombëtarisht, por Gaza vazhdon të përjetojë një krizë humanitare, edhe pse në tetor u deklarua fundi i konfliktit. Para qetësimit të ujrave në Gaza, Izraeli u kthye Iranit, vend me të cilin pati 2 përballje direkte në vitin 2024. Shteti Hebrej u rikthye Republikës Islamike e më 13 qershor i goditi vende të zhvillimit të programit bërthamor, baza ushtarake dhe infrastrukturë. Me intensifikimin e luftimeve Izrael-Iran, Shtetet e Bashkuara vendosën të përfshiheshin duke bombarduar pikat më kritike dhe të fortifikuara të programit bërthamor iranian dhe që Izraeli nuk mundi t'i shkatronte i vetëm. Një armëpushim u njoftua më 24 qershor duke e çuar në fundin e luftës 12 ditore. Në fillim të shtatorit, vëmendja amerikane u fokusua në nisjen e një sër sulmesh ndaj anijeve të vogla civile në apo pranë ujrave të Venezuelës. Washingtoni tha se po godiste trafikun ndërkombëtar të drogës dhe terrorizmin.
Në mes të dhjetorit, u kthye në tragjedi festimet e festivalit Hebre Hanuka në Bondi Beach të Sydneyt në Australi. 15 vet u vranë dhe mbi 40 u plagosën kur Saida Kram dhe djali i tij Navet hapën zjarr ndaj pjesëmarrësve. Policia australiane ekzekutoi Saidin dhe plagosi të birin. Atyre u gjetën pajisje shpërthyese dhe një flamur i sisit. Më 10 shtator 2025 nga Shtetet e Bashkuara erdhi lajmi i vrasjes së aktivistit konservator Charlie Kirk. 32 vjeçari, i njohur si aleat i presidentit Trump, u qellua gjatë një aktiviteti në Universitetin e Utah. Në pranga ra një 22 vjeçari i ratisur pas krimit, por që u dorëzua policisë nga familja. Vrasja e Charlie Kirkut nuk ishte rasti izoluar në Amerikë, ku në qershor, po të 2025, aktet e dhunës politike quan atentate ndaj 2 ligjvënësve në Minnesota. Politikania Melissa Hortman dhe bashkëshorti humbën jetën, ndërsa i njëjti agresor shënjestroi senatorin John Hoffman, i cili u plagos bashkë me gruan, por mbijetuan. Në pranga ra Vance Bolter, 57 vjeç. Mes konflikteve që nuk fle është ai Rusi-Ukrainë, i nisur në shkurt të 2022-shit. Për fundin e luftës ruse në shtetin fqinj, Shtetet e Bashkuara synojnë të ulin në një tryezë përfaqësues nga Kievi dhe Moska, ndërkaq kostot njerëzore janë tronditse, mbi 790.000 viktima ruse e 400.000 ukrainase. Deri tani Rusia kontrollon 19% të territorit të Ukrainës. 28 shkurti 2025 u kthye në një prej ditëve më të diskutuara të vitit që lan pas. Një takim që duhet të hynte në histori mori vëmendje për motive të gabuara. Në një diskutim të ndezur në Shtëpinë e Bardhë, presidenti Trump dhe zëvendës presidenti Vance kritikuan publikisht Ukrainasin Zelenski. Zyrtarët e lartë amerikanë ndërpren takimin dhe lan pa firmosur një marrëveshje për mineralet. Krahas Shqipërisë dhe Kosovës, 2025 ishte vit zgjedhor në shumë vende të botës. Personat me të drejtë vote u thirrën të i drejtoheshin kutive të votimit në Gjermani, Kanada, Australi, Republikën Çeke, Argjentinë, Venezuelë, Kore të Jugut, Bielorusi, Greqi, Ekuador, Poloni e Singapur. Zohran Mamdani, i cili e përshkruan veten si socialdemokrat, u zgjodh kryebashkiak i New Yorkut në nëntor, kur shpalli kandidaturën në tetor të 2024-s, nuk ishte figurë shumë e njohur, por në garën elektorale mundi emra me pesh, me premtimin për ta bërë më të përballueshme jetesën në New York. Në Japoni, Sanae Takaichi mori detyrën më 21 tetor si e para kryeministre grua në vendin aziatik. Konservatore e linjës së ashpër, Takaichi është kryetari e Partisë Liberal-Demokrate. Më 28 mars, një tërmet i magnitudës 7.7 Richter goditi Myanmarin, duke shkaktuar mbi 3.600 viktima dhe mijëra të plagosur. Uragani Melissa u kthye në katastrofën natyrore simbol të vitit të kaluar, kur më 27 tetor goditi Jamaikën me errëra dhe shira tepër të fuqishëm. Imazhet dhe artikujt e asaj dite ngjallën interesin më të madh mediatik se të çdo katastrofe natyrore të 2025-s. Më 8 maj ndodhi diçka që deri atëherë nuk ishte shënuar në historinë e Kishës Katolike. Një amerikan u zgjodh në krye të Selisë së Shenjtë. Kardinali Robert Francis Prevost është Papa Leoni XIV. Data 12 qershor e vitit 2025 lidhet me një tragjedi ajrore në Indi. Nga rrëzimi i një avioni në Ahmedabad me 242 pasagjerë dhe ekuipazh në bord, vetëm një person mbijetoi. Viktima pati edhe në tokë një shifër e pasaktësuar mes 19 dhe 33 njerëzish që humbën jetën. Në ditët e fundit të nëntorit, Hong Kongu pësoi humbje tragjike. Për mbi 40 orë, një zjarr masiv dogji një kompleks apartamentesh, duke vrarë më shumë se 150 persona. Po hetohet për dyshimet se materialet e ndërtimit ishin jashtë standardeve. Pasi në nëntor të 2025-s, presidenti Trump dha okein, Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi me mira dokumente të lidhura me hetimet mbi ish financierin Jeffrey Epstein. Në dosjen më të gjerë të bërë publike deri më tani ka dokumente edhe për vdekjen e tij në 2019. Epstein i dha fund jetës në qeli pasi u gjet fajtor për abuzim seksual dhe trafik ndërkombëtar minorenesh. Rezulton se në 8 raste në vitet 1993-96 Donald Trump udhëtoi me të në avionin privat të Epsteinit, të shoqëruar nga një 20 vjeçare. Në një ditë të diele tetorit të vitit që sapo lan pas, një grup grabitësi shkrye një grabitje në Muzeun e Louvrit në Paris. Në më pak se 10 minuta morën 9 bizhuteri të shekullit të 19. Autoritetet franceze arrestuan të dyshuarit, por pa arritur të rikuperojnë bizhuteritë.
Bota e Hollywoodit ishte në zi kur më 14 dhjetor, regjizori i njohur amerikan Rob Reiner, 78 vjeç, dhe bashkëshortja Michelle Singer, 68, u vranë në vilën e tyre. Policia amerikane arrestoi djalin 32 vjeçar të çiftit Nick, i cili u akuzua për vrasjen e dy fisht. Pas 21 ditësh në qeli, ish presidenti francez Nicolas Sarkozy u lirua nga burgu më 10 nëntor për të vendosur në liri të mbikëqyrur në pritje të apelit në mars të këtij viti. Shkalla e parë dënoi me 5 vjet burg pasi u shpall fajtor për financim të fushatës së tij zgjedhore me paratë e ish diktatorit të Libis Muammar Gaddafi. Në nëntor, drejtori i përgjithshëm i BBC-s Tim Davie dhe drejtoresha ekzekutive e lajmeve Deborah Turns dhanë dorëheqje pas kritikave se një dokumentar i transmetuar mashtroi shikuesit duke redaktuar një fjalim të Donald Trumpit që të dukej sikur inkurajonte trazirat në Capitol Hill në janar 2021. Presidenti amerikan nuk e la me kaq dhe e paditi BBC-n duke kërkuar $5 miliard dëmshpërblim. Në një vendim që prek edhe Shqipërinë, muajin e kaluar u njoftua pezullimi i lotarisë amerikane pas një sulmi me armë në Universitetin Brown. Autori dyshuar, një shtetas portugez i cili u gjeti vdekur, kishte hyrë në Shtetet e Bashkuara përmes programit të vizave të diversitetit, duke përfituar edhe green card. Në dhjetor, revista e njohur Time veçoi arkitektët e inteligjencës artificiale si personazhe të 2025-s, duke ndikuar më së shumti lajmet dhe jetët tona në të mirën në të keq, duke mishëruar atë që ishte rëndësishme në vitin që lan pas. Në korrik, presidenti Trump ndërmjetësoi një armpushim të brisht mes Tajlandës dhe Kambodgjës, që edhe në dhjetor u përplasën për kufirin e kontestuar. Dy shtetet e Azisë Juglindore thonë se nuk tërhiqen nga mbrojtja e sovranitetit. Më 3 tetor, reperi i njohur amerikan Sean Diddy Combs u dënua me mbi 4 vjet burg për akuza që lidhen me prostitucionin. 55 vjeçari, arrestuar në shtator të 2024-s, nuk u gjet fajtor për akuzat më serioze të shantazhit dhe trafikimit seksual. Vendimi u dha në gjykatën federale të Manhattanit. 2025 ishte një bum emocionesh në sport, duke nisur nga suksesi historik i Shqipërisë dhe Kosovës, që për herë të parë u kualifikua në fazën e play-offit të Kupës së Botës, një moment që ngriti lart futbollin në Shqipëri e Kosovë. Për herë të parë në histori, kombëtarja u kualifikua në fazën play-off të botrorit 2026, që të sigurojnë biletën për eventin madhor të këtij viti. Më 26 mars përballemi me Poloninë në Varshavë dhe më pas me fituesin e çiftit Suedi-Ukrainë. Nëse kuqezin t'ja dalin, do të duhet të vendosen në grupin F të botrorit me Holandën, Japoninë dhe Tunizinë. Sa i përket Kosovës, në rast se në mars 2026 dardanët fitojnë 2 ndeshjet, atë me Slovakinë dhe me fituesin e çiftit Turqi-Rumani, nuk ka diskutim që do të jenë në grupin D, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australinë e Paraguajin. Me një mbrëmje gala, më 15 dhjetor u kurorzuan më të mirët e futbollit shqiptar. Në ceremoninë e zhvilluar në mjediset e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, Bekim Balaj fitoi topin e artë duke u shpallur futbollisti më i mirë i vitit në Shqipëri. Megi Doçi u nderua me topin e artë si futbollistja më e mirë e 2025-s. Viti 2025 nisi mbar edhe për skiatoren Lara Kolturi. Më 4 janar, përfaqësuesja e Shqipërisë u rendit e dyta në Kupën e Botës në ski. Në formë të shkëlqyer, u rikonfirmua edhe në nëntor në garat e Finlandës dhe Austrisë. Me Elizon Kacanjën dhe Joanis Myrtollari, në muajin mars, Shqipëria siguroi medalje argjendi dhe bronzi në ski alpine në lojrat olimpike speciale botërore dimrore në Torino të Italisë. Në prill, Shqipëria fitoi 2 medalje në kampionatin evropian të mundjes në Slovaki. Çermen Valiev u shpall kampioni i Europës në peshën deri në 74 kg, ndërsa sportisti tjetër kuqezi Zelim Kana Bakarov u nderua me medalje bronzi në peshën deri në 61 kg. Me 2 medalje bronzi që konfirmojnë forcën e brezit të ri të peshngritjes shqiptare, në prill vendi ynë u ngjit në podiumin e europianit për të rritur në Moldavi me Kristi Ramadanin. Një nga emrat më të shquar të futbollit shqiptar, Artur Lekbello, u nderua me titullin Legjende e futbollit në muajin prill. Më 21 prill, xhudistja Distria Krasni që u shpall kampion e Europës në Europianin e zhvilluar në Malin e Zi, sportistja e talentuar siguroi medaljen e artë për Kosovën. Më 1 maj, Dinamo City fitoi trofeun e Kupës së Shqipërisë pasi mundi Egnatia në një ndeshje të vendosur nga penaltit në Elbasan Arena. Dinamo fitoi Superkupën e Shqipërisë më 28 dhjetor, pasi mundi 1-3 Egnatia në arenën kombëtare. Po më 1 maj, Beslidja u shpall kampione e Shqipërisë në basketboll për meshkuj për sezonin sportiv 2024-2025.
Në fillim të majit, peshngritësja Enkileda Carja u shpall kampione bote në botërorin e peshngritjes për mosha deri në 17 vjeç në Lima të Perus, ndërsa në korrik, kampione e 3 fishte e Europës në Madrid të Spanjës. Në datat 9 deri më 11 maj, mbi 200 televizione në botë dhe më shumë se 800 milion teleshikues i kishin syt nga Shqipëria në kuadër të edicionit të 108 të Giro d'Italias, një prej xhirove më të famshme të ciklismit në botë. U zhvillua në Durrës, Tiranë e Vlorë 3 etapat e para të eventit me pjesëmarrjen e 23 skuadrave dhe 184 ciklistëve. Giron e nisur nga Shqipëria e fitoi britaniku Simon Yates. Më 12 maj në arenën kombëtare u luajt finalja e madhe e futbollit, Vllaznia Egnatia për titullin kampion për 2024-2025. Ekipi shkodran humbi thellë në ndeshjen që përfundoi 0-4 në favor të Egnatias. Nga 19 maj e deri më 1 qershor, në vendin tonë u zhvillua kampionati evropian për moshat U17 Shqipëri 2025. Portugalia fitoi titullin e tretë pas triumfeve në vitet 2003 e 2016. Mbrëmjen e 28 maj, Chelsea anglez u rikthye nga një dizavantazh 0-1 për të mposhtur skuadrën spanjolle e Real Betis me rezultatin 4-1 dhe fitoi Conference League-ën në Poloni. Chelsea përsëriti suksesin më 13 korrik dhe fitoi Kupën e Botës për klubet pasi në finale mundi PSG-n 3-0. Më 31 maj, Paris Saint-Germain PSG fitoi Champions League-ën kur me rezultatin e thellë 5-0 mundi Interin e Italisë në stadiumin Allianz Arena të Munihut. Boksieri Nelson Hysa shënoi një fitore të shpejtë dhe dominuese për peshat e rënda. Në Ipswich të Anglisë, mbrëmjen e 7 qershorit, shkodrani hodhi në tapet me nokaut rivalin Patrick Korte dhe mbrojti titullin WBO për zonën europiane. Mbrëmjen e 8 qershorit 2025, Portugalia fitoi Ligën e Kombeve 5-3 me penallti kundër Spanjës. Sfida u luajt në Allianz Arena. Në kampionatin botëror të judos në Budapest të Hungarisë, Laura Fazliu nga Kosova u rendit e treta qershorin e kaluar duke fituar medalje bronzi. Më 26 qershor, mundësi i Shqipërisë Çermen Valiev siguroi një tjetër sukses për 2025-ën pas Slovakisë. Në kampionatin e ushtrisë në Gjermani u shpall kampion bote. Korrikun e kaluar, tenisti italian Jannik Sinner triumfoi në finalen e madhe të Wimbledonit duke mposhtur spanjollin Carlos Alcaraz. Me finalen e vendosur pas penaltive, Anglia e femrave u shpall kampione e Europës në futboll. Më 27 korrik pasi me penalti mundi Spanjën. Nga 80 deri më 12 shtator, për herë të parë Shqipëria priti mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, duke u kthyer në skenën e një prej ngjarjeve më të rëndësishme të qeverisë të futbollit evropian. Më 22 shtator, Ousmane Dembele për meshkuj dhe ylli i Spanjës Aitana Bonmati për femra fituan topin e artë në një ceremoni në Paris. Sulmuesi i Paris Saint-Germain u bë francezi i 6 që merr këtë çmim. Në dhjetor, plotësuan suksesin e tyre në Doha të Katarit, duke u shpallur lojtarët më të mirë nga FIFA për 2025. Në fund të shtatorit, Marc Marquez nga skuadra Ducati Lenovo fitoi titullin e 7 kampion bote në MotoGP. Më 26 tetor, boksieri shqiptar Jurgen Uldedaj u shpall kampion bote në versionin IBO Cruiserweight në peshën e rënd kur mposhti kundërshtarin kamerunas Rolly Lambert Fogwom në O2 Arena të Londrës. Në dhjetor, për të parën herë, Lando Norris McLarenit siguroi titullin botëror të pilotëve në Formula 1. Norris është i pari që e fitoi për ekipin britanik që nga 2008 kur u mundësua nga Lewis Hamilton. Për 2025-ën McLaren garantoi edhe titullin e konstruktorëve. Ngjarjet kryesore të vitit 2025 në Top Albania Radio. –2025 ishte viti i ndarjeve nga jeta të shumë figurave të shquara në art, politik, sport dhe jo vetëm. Legjenda e futbollit shkodran Saba Bizi ndroi jetë më 16 janar në moshën 77 vjeçare. Nderi i kombit la pas një karrierë të shkëlqyer me vllaznin dhe kombëtaren. Më 25 janar, kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Anastas Janulatos mbylli syt në moshën 95 vjeçare. Drejtimin e kishës ortodokse autoqefale e mori Imzot Johan Felushi, i zgjedhur në muajin mars. Diplomati dhe publicisti Shaban Murati u nda nga jeta më 14 shkurt. Në karrierën e gjatë shërbeu si ambasador i Shqipërisë në disa vende dhe si drejtues i Akademisë Diplomatike. Autor dhe analist, ka publikuar libra për Ballkanin dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.
U përplas nga një automjet gjatë stërvitjes në jugperëndim të Irlandës, atletja shqiptare e maratonave Anila Muçaj humbi jetën më 2 mars. 48 vjeçaria nga Tepelena ishte nënë e 2 fëmijëve. Më 9 mars 2025 ish deputeti socialist Andi Sarasani, i cili ka qenë dhe drejtori i Keshit, ndroi jetë në moshën 53 vjeçare në New York pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë. Në moshën 57 vjeçare, gazetari sportiv Sajmir Demi u nda nga jeta më 23 mars pas një sëmundjeje të rëndë. Vetëm një ditë pasi festoi 93 vjetorin e lindjes, më 3 prill u shua aktoria Margarita Xhepa, ikone e teatrit dhe kinemas shqiptare. Më 7 prill u mësua lajmi i vdekjes së Bardhyl Hoxhës, ish trajner kampion i vllaznisë së Shkodrës dhe kombëtares shqiptare të gjimnastikës. Pas homazheve në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, më 21 prill u dha lamtumira legjendës së Portës, figurës së futbollit shkodran Paulin Ndoja. Më 23 maj, Artan Lame ndroi jetë në Münih të Gjermanisë për shkak të problemeve kardiake. Zë i fort në debatin publik shqiptar, Lame ishte historian, publicist e politikan. Më 24 maj u shua regjizori Piro Milkani, emër i rëndësishëm i kinematografisë shqiptare, i cili la gjurmë të thella në historinë e kinemas tonë. Leka Bungo, regjisor, aktor e skenarist, u nda nga jeta më 11 qershor në moshën 81 vjeçare. Emër i njohur i artit, la pas kontribute të rëndësishme në teatr, film e televizion. Më 23 korrik në Shtetet e Bashkuara ndroi jetë Violeta Sekuj, regjisorja dhe aktoria e teatrit Migjeni të Shkodrës, ishte 94 vjeçe. Gazetari dhe publicisti Artur Zhej, i cili ka mbajtur edhe funksione drejtuese në media, u nda nga jeta nga një arrest kardiak më 23 gusht, vetëm 6 ditë para 64 vjetorit të lindjes. Naun Shundi u shua në moshën 66 vjeçare, më 28 gusht aktori, regjizori dhe dramaturgu humbi betejën me një sëmundje të rëndë nga e cila vuante prej kohësh. Shtatori 2025 hyri me një lajm të trisht për artin. Regjisori Dimitër Anagnosti, figurë e shquar e panteonit të kinematografisë shqiptare, mbylli syt në moshën 89 vjeçare. Sipas amanetit të lënë, prehet në vuno. Mjeshtri i artit skenik, aktori dhe regjisor i njohur nga Kosova Enver Petrovci u nda nga jeta më 22 shtator 2025, ishte 71 vjeç. Soprano Luiza Çako u shua më 29 shtator në moshën 88 vjeçe. Nga muzika popullore deri te veprat operistike më të mëdha, i dha jetë 10 roleve, duke mbetur e paharruar në kujtesën e publikut. Fatos Nano nda nga jeta më 31 tetor në moshën 73 vjeçare, një nga figurat më me ndikim të tranzicionit politik shqiptar si kryeministër e drejtoi vendin 3 herë, për më shumë se një dekadë udhëhoqi Partinë Socialiste, madje edhe nga qelia, ku qëndroi për rreth 4 vjet pas arrestimit më 93-shin me akuza që i cilësoi të motivuara politikisht. Duke vendosur bazat e së majtës moderne, Fatos Nano transformoi Partinë e Punës në Partinë Socialiste. Nga politika aktive u tërhoq në 2005 duke mbyllur një kapitull të rëndësishëm të tranzicionit në Shqipëri. Më 26 nëntor, papritur nda nga jeta në moshën 40 vjeçare Shpat Kasapi, këngëtari i njohur nga Tetova pësoi arrest kardiak në Itali, me këngë të shndruara në hite rrëmbeu zemrat e publikut. Më 21 dhjetor u mësua lajmi i ndarjes nga jeta të profesor Ismet Bellovës, komentatorit të shquar, figure respektuar e gazetarisë sportive, i cilësuar legjendë e mikrofonit, që me zërin emblematik përcolli emocionet e futbollit. Shemsi Krasniqi, vokalisti i grupit Ilirët, u gjeti pa jetë më 22 dhjetor në banesën e tij në Prishtinë. Për rrethanat e vdekjes së këngëtarit 70 vjeçar nisi një hetim. Ditët e fundit të vitit erdhen me lajmin për një humbje të rëndë për sportin e basketbollit dhe për Dinamon, pasi ish basketbollisti Enea Andrea ndroi jetë në mënyrë të papritur e të parakoshme në moshën 54 vjeçare. Në vitin që lan pas, mbar bota vajtoi ndarjen nga jeta të Franceskut më 21 prill, i zgjedhur pap më 2013, zbatoi reforma në Kishën Katolike dhe spikati për përullsinë e treguar. Do të mbahet mend për ndjesën historike ndaj viktimave të abuzimeve seksuale të klerikëve dhe si avokat i palodhur në mbrojtjet e emigrantëve dhe shtresave të marginalizuara të shoqërisë. Në Europë, në Shtetet e Bashkuara ndëruan jetë politikan të njohur si ish kryeministri grek Kostas Simitis, ish lideri nacionalist francez Jean-Marie Le Pen, ish presidenti gjerman Horst Kohler dhe ish zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney.
Më 2025 një dha lamtumira rebelit britanik të muzikës Ozzy Osbourne, këngëtarit dhe kitaristit anglez Chris Rea, i cili na dhuroi hitin Driving Home for Christmas, regjisorit dhe skenaristit amerikan David Lynch, aktorëve hollywoodian Gene Hackman, Val Kilmer, Robert Redford, Diane Keaton, si dhe legjendës së wrestlingut dhe showbizit amerikan Hulk Hogan. Pas një sëmundjeje të gjatë, Giorgio Armani, 91 vjeç, mbylli syt më 4 shtator të 2025-s, duke shënuar fundin e një legjende të modës italiane e botërore. Por elegancën minimaliste që ripërkufizoi stilin u pagëzua si mbreti Giorgio. Giganti i televizionit italian Pippo Baudo u nda nga jeta më 16 gusht, pasi më 7 qershor kishte mbushur 89 vjeç. Mbi një muaj më pas, më 23 shtator u shua aktoria italiane Claudia Cardinale, ikona e kinemasë së viteve 60 ishte e sëmur prej kohësh. Italia i dha lamtumirën edhe Ornella Vanonit, zonja e muzikës mbylli syt më 21 nëntor në moshën 91 vjeçare. Më 13 prill të vitit që lan pas u njoftua ndarja nga jeta e shkrimtarit peruan Mario Vargas Llosa, fituesi i Nobelit në letërsi në 2010. Novelat dhe eset e tij u bën jehon ndryshimeve sociale. Portieri i madh Argjentinas Hugo Gatti vdiq në moshën 80 vjeçare më 20 prill. Në karrierën 25 vjeçare, stili i lojës i dha pseudonimin El Loco, i çmenduri. Bota e futbollit u trondit më 3 korrik. Sulmuesi 28 vjeçari portugalisë e Liverpoolit Diogo Jota vdiq në një aksident me makinë në Spanjë. Viktim mbeti edhe vëllai i tij Andre. Më 5 korrik, 2 vëllezërve Jota ju dha lamtumira e fundit. Brigitte Bardot, fytyra e përjetshme e kinemas franceze dhe një simbol i lirisë së grave, ndroi jetë më 28 dhjetor në moshën 91 vjeçe, duke lënë pas një trashëgimi që krahas kinematografisë përfshin edhe të drejtat e kafshëve. Reagoi presidenti Emmanuel Macron, i cili tha se vajtojnë legjendën e shekullit.